këtu ne kemi bën veç improvizim. Po, Dardan, a ja vlen më mojt dhe me thonë mu bloku institucionet e tha dhe Fadrami që ma herët për një individ saktum? Po në rrallë parë, demokracia i konë disa regulla. Tash me qenë se unë kam një afërsi, kam konate motra, kolegën e para, Kosova në këtë historinë pas luftës e sidomos pas konstituimit të shpallës pavarësisë e konstituimit parlamentit e nxjerrjes sotit matnor prioritet konstitutës Kosovës, ne kemi pas fatkeqësisht dhe shmërish kemi pas njerëz që kanë udhëhequr kuvendin edhe pse kalura aty ne ka qenë edhe e navise krenarisë, po ne dim se prej atij kuvendin për njerëz që kanë qenë nuset aty në nuset të prokuvendorit të kuvendit Kosovës kanë votu ligjet dopta, kanë votu gjykatë speciale, kanë votu zajednic, kanë votu demarkacion, kanë poltu polici, pro nëse nisu për këti kontesti historike, historie nuk bën me arru asnjëherë, Argolena me drejtë e thamë se për të vërtetës nuk frigohë në por Argolena është një aktiviste, një vajzë, një familje që ka dhonë shumë për vendin, një politikone që as nuk ka shit, as nuk ka privatizu, as nuk ka dhonë demokraci, as nuk ka dhonë tetera, as nuk ka pazare me këtë pozitë. Po, meriton për shkak kësoj, Dardan mu bloku kuvendi për shkak kësoj, a meriton tash? A meritujmë na si qytetarë të Republikës Kosovës mu bloku kuvendi për shkak se dhe më thonë ti ke dhonë shumë merita për vendin? Jo, institucionet të me mas pari duhet të them atë vërtetën se normalisht përgjësia realisht i takon lëvizjes vetëvendosje dhe unë si aktivist i soj shumë vjeqar, që kam qenë gati mbi 2 dekada, kam qenë aktivist i lëvizjes vetëvendosje, i cili nuk kam mungu n'asnjë protestë dhe n'asnjë tribune angazhim për atë subjekt politik për arsye se kom besu në kauzat e sajna të drejta që kanë qenë sa kemi qenë në opozitë. Ka kriju një farë kontaminimin edhe më thellë politik, pro me 51% të pushtetit absolut që ka posë qeveria Kurti 2 nuk është dashur të krijon kësi divergjencat mëdha dhe kësi diskursit të keq populist politik. Pro kjo ka dëmtuar tash si rrjedhoja kësaj për ta sulmu pikërisht figurën e Albin Kurtit. Jo pse s'ka të drejtë opozita, se jetojmë në një demokraci dhe këtë lufta e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ne si pjesë e saj ka qenë për fjalën e lirë, po gjinet pa drejtë figurën. Okej, po edhe pyetja fund, po Dardan. Dishta një pyetje tjetër për fund. Veç unë. Çka mendoni ju si ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, domethënë që dëshmitar i Hagës kundër ish presidentit Hashim Thaçi dhe Kadri Vesilit ke edhe i arratisuri nga burgu i Kosovës ku ministri i drejtësisë është Albirina Haxhiu e Enver Sikiraçi. Çka mendoni ju për këtë? Atë ka orë mirë kështu kur e ke dëgjuar? Sa dhe nëse më lejon dhe faleminderit për shkak të kushteve që janë kështu, nëse më lejon pak kështu më shpreh pak më gjatë dhe më gjërësisht, në një vend ku gjithë shka ka devalvu, pra edhe në aspektin fetar na si musliman e kemi bo fejnë abdes e namaz, por nëse merë abdes e namaz konsiderohet si musliman. Nëse je ushtari që kës e ke bo luftën e krenarien, tash lejohet me kesh përdore dhe rria, nëse e pushtet lejohet me abuzu. Pra na kena një dami që është bo Kosovës me themelimin e gjykatës speciale nuk pritën ma gjanat mira. Pra ajo gjykatë është pa drejtë edhe në asnjë shmim, po dhe të bën të Këshilli i Sigurimit ose OKB-ja në këtë rast gjykatën speciale, faktin që shtetë edhe populli, nëse vron dikush ke ekonomi lyp hak, nëse vron vetën ekonomi lyp hak. Po ne kemi vron vetën në themelimin e gjykatës speciale, në gjykatë pa drejtë rastiste, me përballë luftën edhe ajo ku dëshmohet tash. E normalisht në këtë proces nuk pritet mirë, pra edhe rasti Enver Sikiraçis, edhe ato që ka kalu një ligj me sa kam
me sa kam përcjellë politikën aty, edhe ka përmundsu me dalë edhe nuk është sot që në është opinioni gjarë, që dhe merë vesh që Enver Sikiraqa ka qenë dëshmitar. Mirë po Enver Sikiraqa prej mas luftës ka deponu mira dokumente, ka deponu mira... A keni dyshime, ju si ish pjesëtarë ushtrisë ligjore të Kosovës edhe si qytetari i Republikës Kosovës njëkohësisht, a keni dyshime mbi arratisjen e Enver Sikiraqës? Tu e di që ka qenë dëshmitar në gjykatën e August. Po unë jam kështu pak idhëtori së vërtetës e argumentimit, me qenë se nuk kam argument, po me qenë se janë disa indicje cilat kanë ndodhur, mendoj që mund të ketë qenë qëllim që mund të ketë pos pazare, ju jeni të pa që na që kënë... Pazare ndaj kush me ka, pazare, kur themi pazare kush? E ki fjallin kryeministri Kurti ka mund ta liroj vetë që bështu? Jo, qërë një kuptoj edhe tendencat e media dhe titën që mund me qarkullu, po jo, në gjë. Ju jeni të pa që për shembull një rast me marrë shumë simbolik, Ramush Haradini kemë me Fatmir Lime në si pjesë luftës kemë bashkë koalicion. Edhe shinisin dalë që shfillojnë në njerë këtë gjuha e tyrjeve. Ne kena kalu një situatë ku edhe në luftën, edhe gjatë luftës, e dina që shënë konë fraksione, që shënë konë i pardoj bajtarizmi, pra shqiptarët nuk po arrin me dalë prej i notit dhe në fut në argument. Unë me qenë që s'kam argument, me qenë që kam indicje, po me qenë që argumentet janë që Enver Sikiraqa ka qenë dëshmitar dhe ka depunu deklarime dhe dokumente si pas ti dhe unë kam punu dhe dikon një 8 vite në shërbimit policor të Kosovës edhe ne i dim në të kohë sa njerës kanë depunu. Nuk është edhe rast e Enver Sikiraqës. Keni parasysh shumë njerës edhe këtu bëjtërim Finlandë dhe shumë janë e tjera për një marrë letrat, për me regullu statusin me vetë, i kuptojnë asha njerëzit kanë posë nevojë për shtatë. Po, kanë ndonë dëshime, po. Po, kanë ndonë e qka, Dardan, po, qka për fund, se me që jemi edhe në lidhe Skype, edhe nuk, dhe më thonë, nuk i kemi kushtet aq të mira teknike, për me zgjatë ma shumë, qka për fund, qka dhe ta këshilu Albolinën ti si familjari saj? A me liru rruga ju? Po, unë jam një farë tipi për karakterit që jam me bo çdo kompromis për të mirën e vendet të qytetarëve. Bravo, faleminderit shumë. Bravo, do Dardoni se po thot me liru. Unë jam jo përveç me liru, po nuk është me fat individ, fati ju si familje që kemi kontribu shumë për luftën, s'ke tham për të thurë lavdisja kemi posë për ati vendi, po gjithmonë në kanë për mirën e vendit, mirën e kopit, mirën e qytetarëve, njerëz duhet me bo kompromise, njerëz duhet me bo ma gjatë, mirë po pe përbylli me këto hanë, dhe se mlejot me thonë dhe thonë, fatkeqësisht për në shkon kjo, thash edhe një ditë në një debat, për në shkon kjo thënja e keqe, se vetëm disa fjallë të urtë e gjonë në gjuhën tërë populore. Pra, të shqiptarë për vazhdojnë kjo thënja,